Këto janë pamjet gjatë ndërhyrjes që bëri Bashkia Shkodër për nivelimin e 3 kilometrave rrugë që lidhin fshatrat Bardhaj, Bleran dhe Bardhanjor në njësinë administrative Rethina. Pa kaluar shumë kohë, ky akt që u shërben çdo ditë më shumë se 2000 banorëve është rikthyer në gjendjen e mëparshme. Mungesa e kanalizimeve, gropat e shumta dhe amortizimi i vazhdueshëm vështirësojnë çdo ditë kalimin e automjeteve dhe banorëve. Këta të fundit thonë se ndërhyrja e bërë nuk ka ndryshuar asgjë në rrugën e amortizuar, ndërsa shprehen se aksi ka nevojë për një projekt konkret. Po është normalisht shumë e vështirë. Kjo nuk është na dëmtuar pas rregulla asnjëherë. Jo, kur është ndërhyrë sa për si faqe, me bë gjëja bë me diçka. Unë thjesht të quj me pastru dikush paret. Edhe komunitetin me lanë aty. Kanalet kanë kënë dikur, janë me, kërkush shka vudor, edhe vazhdojnë gjenja. Kështu, fëmija në shkollë, shkanë ka me ardhë. Kja rrugë s'ta rrugullu kur, dhe që shala pe rrugullojnë tjertë. Pasha zote ma fështirë s'ka ka me shku kja kohë si ka ardhë. Një pjesë e akseve rrugore që lidhin fshatrat në njësinë administrative Rethina vijojnë të mbeten në gjendjen e para 20 viteve. Ndërhyrjet kanë qenë të pakta dhe asnjëherë nuk është bërë një investim i plot për të zgjidhur problemin e banorëve.